Përshëndetje miq, nga pas meje këtu në ekran shikoni hapjen e fushatës së Partisë Socialiste të Vietnamit. Jemi në Vietnam, në këtë vend të mrekullueshëm ku do dalë të flasë kryetari dhe lideri suprem Ho Chi Minh. Ho Chi Minh, i cili ka harruar dhe vetë për sa kohë ka në pushtet, pa asnjë lloj programi, kërkon që duke do na çojë në Evropë me shkopin magjik. Por ajo që është qesharake dhe paradoksale është që në vend të bëj një fushatë elektorale ku të flitet për program dhe çfarë do bëj për Shqipërinë, por s'kan ç'a thonë se 12 vjet kanë thënë të njëjtat gjëra dhe si kanë bërë, ka këngë dhe valle si festival folklorik. Këto skema të Vietnamit ton të nderuar, që është një nga vendet që lulëzon në brigjet e Azisë dhe fanar ndriçues në botë, me liderin Ho Chi Minh, nisin me këngë dhe valle, nisën me vallen e Kuksit që e drejtonte Safet Gici, nisën me këngë nga Fieri që këndonte e kryesonte grupin Sajmir Tahiri, nisi grupi i Durrësit që këndonte dhe kërcente me kostume popullore e drejtuar nga Lefter Koka, grupi i Krujës që e drejtonte Ilir Beqja dhe e merrte vallen, grupi i Tiranës që kërcente me këngë dhe valle popullore të Tiranës dhe vallen e Kishmare Erion Velia në krye. Një spektakël i vërtet. Kjo është vallja e vdekjes, që do jetë për këtë parti valla e vdekjes dhe dëshpërimi i madh i kombit ton, i vendit ton për këto fatkeqësi që njerëzit ja dhe vallja e vdekjes e mbas emrave që u përmenda do marr me vete edhe të tjerët. Do i marr e do hap dyert e burgut për të parën këtë zonjën, zonjushën, çfarë është kjo këtu, edhe të tjerë me radhë. Po mbani radhë, më Belinda, lërja Oltës për para radhët, e të dyja si femra mbase ju respekton Taulant Balla, edhe të tjerë emra me radhë që janë për të futur brenda në burg. Mos harroni, jemi në Vlorë, sot ditën e shtunë, da 12 në orën 6 të sheshi para stadiumit Flamurtari. Takohemi në Vlorë me Shqipëria bëhet, nisma Shqipëria bëhet me hapjen e fushatës në orën 6.